Tronditje në showbiz. Olti Curi zbulon. Gjesti nuk është më ai që njohëm, dyshime për operacion plastik në hund. Opinionisti i njohur Olti Curi ka hedhur dyshime për pamjen fizike të fituesit të Big Brother VIP Albania, Gjestit, duke sugjeruar se ai mund të ketë kryer një operacion plastik. Në një postim në rrjetet sociale, Curi ka publikuar një krahasim të fotografive të vjetra dhe të tanishme të Gjestit, duke lënë të nënkuptohet se ndryshimi në pamjen e tij mund të jetë rezultati një ndërhyrjeje kirurgjikale, veçanërisht në zonën e hundës. Ky koment ka shkaktuar reagime të shumta mes ndjekësve dhe fansave të reality show, të cilët janë ndarë në dy grupe. Disa e mbështesin mendimin e Curit, duke konsideruar ndryshimin si rezultat të një ndërhyrjeje estetike, ndërsa të tjerë e kundërshtojnë, duke argumentuar se ndryshimi mund të jetë pasojë e faktorëve natyror ose stilizimit personal. Ndërkohë, Gjesti nuk ka bërë ende një deklaratë publike në lidhje me këto dyshime. Në të kaluarën, ai ka qenë i njohur për pamjen e tij natyrale dhe stilin e thjeshtë, por pas pjesëmarrjes në Big Brother VIP, ai ka ndryshuar dukshëm pamjen, duke tërhequr vëmendjen e mediave dhe fansave. Ky debat ka nxitur një diskutim më të gjerë në shoqërinë shqiptare, mbi ndikimin e mediave sociale dhe reality show-ve në pamjen fizike të individëve, dhe presionin që ata ndjejnë për të përmbushur standardet e bukurisë të promovuara në këto platforma.